Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Italmed, Organic, Rilastil. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Këtë episod do t'ja kushtoj një aspekti shumë të veçantë të sistemit shëndetësor që është mjekësia ligjore. Por në bisedu më gjërësisht për këtë temë, sot kemi të ftuar doktoreshën Birgita Curri, specialiste e mjekësisë ligjore. Doktoresh, mirë se erdhe në Glowcast. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjenda. Doktoresh, unë e prezantova si aspekti i sistemit shëndetësor, por në fakt mjekësia ligjore është një urë mes ligjeve edhe shëndetësisë. Çka studion ose me çka merret më konkretisht kjo fushë? Mjekësia ligjore, siç edhe the, është një fushë që ndërlidh shkencën e mjekësisë dhe gjitha njohuritë që arrihen përmes shkencës së mjekësisë dhe ligjit. Ne provojmë që të gjitha njohuritë e arritura nga shkenca e mjekësisë t'i vëjmë në dispozicion për organet e rendit dhe të zbatimit të ligjit në funksion të gjetjes provave të nevojshme të cilat vërtetojnë apo mohojnë ekzistencën e një vepre penale, dhe në këtë mënyrë ne e bëjmë një ndërlidhje në mes të sistemit juridik dhe atij shëndetësor. Çka ju ka vështirë personalisht me zgjedh këtë degë dhe a ka shumë fara mjekësi ligjore? Unë kam qenë deri para pak kohësh e specializuara e vetme e mjekësisë ligjore në Kosovë. Por tani kemi 2 mjekë që janë në specializim, në ndërkohë edhe një kolege tjetër e ka përfunduar si specializim të dytë mjekësinë ligjore, por që vepron si specialiste mjekësisë ligjore për momentin jam vetëm unë. Ajo që më ka shtyrë personalisht ka qenë një kurreshtje për të panjohurin. Në mjekësi ligjore është secili rast është i veçantë, edhe për secilin rast sfidohesh në mënyrë të ndryshme. Përveç që duhet të njohësh elementet e mjekësisë, duhet të mësuar edhe shkenca tjera, disiplina të tjera, duhet të dish për toksikologjin, për balistikën, për helmet, për elemente të ndryshme prej të cilave mund të vije apo të shkaktojë një vdekje, dhe kjo ka qenë një duke qenë se jam një person që dëshiroj që ta sfidoj vetveten në gjëra të reja, gjithmonë sigurisht ka qenë një kurreshtje për ta njohur edhe për ta studiuar më të ndjekët këtë lëmi. Qysh është një ditë tipike pune e një specialistit mjekësisë ligjore? Çka bëni gjatë ditës? Sa është ndoshta më pak e njohur për publikun kjo se sa pjesë të tjera që punojnë me njerëz të gjallë? Po, ne një ditë tipike e një mjeku ligjor fillon zakonisht nëse jemi në kujdestari, fillon me rastet e autopsive, përfundohen në posa të arrin udhëresat nga përvojërit, i përfundojmë të gjitha rastet që janë grumbulluar për autopsi. Po ashtu nëse ka edhe ndonjë ekzaminim klinik e përfundojmë, por më pas ne merrem me pjesën administrative, domethënë raportet, analizat, kemi edhe punë me studentët e fakultetit mjekësisë, tash kemi një semestër ku edhe ata kanë ushtrimet e tyre në lëndën e mjekësisë ligjore, dhe më pas kujdestarojmë, domethënë jemi 24 orë në detyrë, në dispozicion për raste të dhunës seksuale. Për shkak të ndjeshmërisë së këtyre rasteve që kemi të bëjmë me persona të gjallë dhe gjithashtu rrezikut për zhdukjen e provave, ne jemi në kujdestari 24 orëshe dhe në çdo kohë policia mund të sjellë viktima të dhunës seksuale në mënyrë që ne të marrim prova, të bëjmë ekzaminimin dhe të sigurohemi që ato prova nuk do të shkatërrohen për shkak të kohës që kalan. Dhuna seksuale është një aspekt që kam pas dëshirë mi kushtu pak më shumë rëndësi sot. Çka duhet me vepru një viktim për mos me humbë që ato prova sa ka kohë me ardhë dhe me u paraqit te jo në mënyrë që me marrë maksimumin e ekzaminimit? Ajo që është ideale është që në viktimat të lajmërohet në 24 orëshin e parë pasi të ketë ndodhur rasti i dhunimit.
jo më shumë se 72 orë. Do të thonë, ky është një lloj kufiri maksimal brenda të cilit shkencërisht është vërtetuar që mund të arrihet të nxjerrën prova të nevojshme të cilat do të shërbejnë për rastin e gjykatë. Sigurisht që ato prova edhe brenda orëve mund të shkatërrohen nëse ndërmerret ndonjë veprim nga ana e viktimës në trupin e saj. Për faktin se provat kyçe në rastet e dhunimeve janë provat biologjike apo ADN-ja e personit që e ka kryer dhunimin. Dhe e dim që materialet biologjike shkatërrohen me kohën, ato mund të shkatërrohen edhe nëse viktima pastrohet, bën dush, ndron rrobat, çfarëdo intervenimi në trupin e saj, potencialisht është një rrezik për shkatrimin e provave. Prandaj për ne është standardi i orë që brenda 24 orëshit të parë, viktima të lajmërohet në stacionin më të afërt policor dhe më pas policia e sjell së bashku me një urdhëresë nga prokurori e sjellin në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Sigurisht që është shumë e kuptueshme që shumë viktima kanë të vështirë të ndërmarrin hapin e raportimit dhe për arsye nga më të ndryshmet njëra nga kryesoret është çështja e stigmatizimit dhe fajësimit të tjerëve për viktime. Por do të ishte ideale që viktimat të vetëdijsohen dhe të kuptojnë që nëse nuk raportohet rasti me kohë dhe nëse ato prova biologjike që janë kyçe për gjykatën dhe vendimarrjen e tyre, nëse nuk lajmërohen me kohë, rrezikojnë që pastaj të raportojnë, por të mos ketë prova për ta dënuar personin që e ka kryer veprën dënore. Dhunimi vetë si akt mas pari është shumë traumatik për viktimën, po edhe nëse viktima në një moment merr masa dhe do me marr masa, ana jetojnë në një vend që shqetësike dhe ti nuk është që kanë shumë përkraje. Që është përvoja jote personale, a krajnë familjet këto viktima, ose a vinë vet, apo zakonisht vinë të shoqëruar me familjar? Sa kanë mbështetje? Viktimat të cilat vijnë tek ne janë viktimat të cilat e kanë raportuar rastin në polici dhe ato le të themi në 95% rasteve e kanë përkrahjen e familjes. Sepse vetë fakti që e kanë ndërmarrë hapin e të shkuarit në stacionin e policisë tregon që ato e kanë gjetë një mbështetje dhe e kanë raportuar rastin. Për ne është një dyshim i madh që ka një numër të madh të viktimave të dhunës seksuale të cilat nuk e raportojnë asnjëherë rastin. Dhe kjo nuk është e ndryshme vetëm, domethënë nuk është e ndryshme në Kosovë nga shtetet e tjera. Përgjithsisht në nivel botror konsiderohet që dhuna seksουale është ndër krimet më të paraportuara në botë. Por shtetet tjera kanë bërë lehtësira, kanë krijuar mundësi që këto viktima të lajmërohen në institucionet shëndetësore, të marrin shërbimet e nevojshme shëndetësore dhe regjistrohen aty. Paçkas që ato e kanë të drejtën që të mos e raportojnë rastin në polici nëse nuk dëshirojnë. Një specifik tjetër që është në Kosovë është që edhe viktimat të cilat lajmërohen në polici dhe pastaj vinë në ekzaminim janë të mitura. Tani, a është kjo përkrahje për shkak se ato janë të mitura dhe prindrit e marrin më nga zemës dhe i sjellin në polici dhe në institut, nuk do të mund ta fala me siguri, por është fakt që numri më i madh i viktimave tek ne janë të mitura, ato vijnë të shoqëruara nga prindrit, ndonjëherë vijnë të shoqëruara edhe nga punëtorët social, por në pjesën më të madhe të rasteve ato vijnë me prindrit dhe prindrit janë të njoftuar dhe janë dakord që viktimat të ekzaminohet. A mendon që populli shqiptar është i vetëdijshëm që ka është dhuna seksuale, se ka shumë njerëz që mendojnë që nëse je i martuar s'është dhunë? Mendoj që e kemi një keqkuptim mjaft serioz në raport me dhunën seksuale, përgjithsisht në nivel kombëtar do të thoja, duke i përfshirë të gjitha shtresat e shoqërisë, e kemi këtë keqkuptim se çfarë është dhuna seksuale. Sigurisht që ne e kemi në kodin penal të njohur dhe tashmë të pranuar si vepër penale dhunimin në
martesë, nuk jam e sigurt sa raste janë të raportuara të tilla deri më tani, por në përgjithësi dhuna seksuale konceptohet si diçka që duhet të ekzistojë dëmtime trupore, duhet të shoqërohet me pamje shumë traumatike të viktimës, e që në fakt nuk është ashtu, sepse një viktimë e cila është 11-12 vjeçare, që tek ne në Kosovë numri më i madh i viktimave është i kësaj moshe, një person i rritur mund ta frikësoj në çdo kohë. Një mashkull që e dominon një 11-12 vjeçare, qoftë në aspektin me forcën fizike, qoftë me dominancën psikologjike, sigurisht që nuk do të krijojë rrethana në të cilat viktima as nuk do të guxojë që të rezistojë, dhe në këtë mënyrë edhe do të parandalohet krijimi i një dëmtime fizike, por në asnjë rrethon dëmtimet trupore nuk ndërlidhen me dhunën seksuale. Dhuna seksuale mund të ndodhë edhe të mos ketë asnjë dëmtim fizik, sikur që mund të ketë një marrëdhënie seksuale me pëlqim, por që mund të ketë dëmtime trupore. Prandaj kemi keqkuptime në disa nivele. Do të shtoja edhe çështjen e fuqimit. Mendoj që është një koncept që nuk e njohim ende, qoftë edhe ne si profesionistë që merremi me trajtimin e rasteve të dhunës seksuale, por edhe popullata në përgjithësi pëlqimin e marrim si të nënkuptuar në situata të caktuara. Nëse një vajzë ka shku në një vend të caktuar, nëse një vajzë ka qenë e veshur në një formë të caktuar, nëse një vajzë është sjellë në një mënyrë të caktuar, ajo në nënkuptim nuk kupton që ajo ka dhënë një lloj pëlqimi, ose është dashur ta di që do të ndodhë që dikush do të kryejë marrëdhënie seksuale me të, që në fakt është një keqkuptim të thellë i marrëdhënies seksuale dhe konceptit të pëlqimit në përgjithësi. Nëse që flasim për dhunim seksual, në përgjithësi shkon mendja te femra, po edhe mashkujt kur jetojnë dhunë seksuale, a raportohen këto raste te na? Kemi raste edhe kur meshkujt janë viktima të dhunës seksuale, dhe me të drejtë po thua që neve na shkon mendja tek vajzat për shkak se 90% e viktimave janë vajza, por kemi pas viktima meshkuj të gjitha moshave, qoftë fëmijë, qoftë edhe deri në mbi moshën 40 vjeçare. Do të thoja që fëmijët janë në të predispozuar për të qenë viktima të dhunës seksuale, por kohëve të fundit unë prej rasteve të mia po flas, e kam vërejtur që edhe personat e komunitetit LGBTQ janë subjekt shumë shpesh i dhunimeve dhe atë dhunimeve të përsëritura, sepse kam pas rast kur një viktim ka ardhur më shumë se një herë në ekzaminim, po ashtu edhe personat me çrregullime mendore ose me ndonjë problem mendor munden me u bë subjekt i dhunimit. A mendoj që i ka rrit interneti rastet e dhunimit ose rrezikun që fëmijët, ose po flas ata që janë në 18 adoleshentët, me u rreziku më shumë? E shoh si rrjetet sociale i shoh si një hyrje, le të themi, në situatat ku pastaj personat bëhen viktima të dhunës seksuale. Në shumë raste kemi pas kur viktima ka kontaktuar me dhunuesin përmes ndonjë rrjeti social, apo është kontaktuar nga dhunuesi dhe më pas disa bisedave janë takuar personalisht dhe aty ka ndodhur që personi e ka detyruar për marrëdhënie seksuale viktima. Nuk di të them ndoshta sa është problematik ekspozimi, aq sa është keqpërdorimi pastaj i personave të ndryshëm, i rrjeteve sociale dhe mundësisë që ato e krijojnë për me u qas viktimave të ndryshme. Do të thoja po ashtu edhe që një numër i madh i rasteve personat janë të njohur për viktimat.
por nuk përjashtohen edhe ata që sapo njihen përmes rrjeteve sociale që paraqiten me identitet tjetër, elemente të ndryshme të kësaj vepre. Është një fenomen që të na nuk flitet pothuajse hiç edhe që janë sjelljet e shumë arsimtarëve ose profesorave në shkolla fillore dhe të mesme. Unë sot kur e kujtoj, një fenomen që atëherë ka qenë i natyrshëm edhe kam menu që është normale, sot e di që s'është hiç normale, është që s'kemi guxuar me shku vetë me cep, po dash patjetër me pas një shoqe. Domethënë një fëmijë që prej klasës të parë nuk guxon me shku në toalet shkollës vet, nuk është normal. Nëse nuk guxon me kalu ka një grumbë mashkull me shku në market, nuk është normal. Po na krejt kemi pas raste që atëherë se kemi ditë që janë nëpër sjellje normale arsimtarit, të paktën një ka qenë në çdo shkollë, që sot për shembull i bi shumë pishman që s'kom raportu. Po që atëherë nuk e kom ditë. Se kom menu që ashtu është normal, se i kom pa krejt. Edhe mendoj që kjo do të me qenë patjetër një lëndë në shkollat, dhe në shkolla fillore, jo ma që fëmit me u mësu çka është normal edhe ku janë kufit, që një njeri mundet me t'u afru, ose edhe e folmë, ja mënyra që shkollë dikush mundet me i tejkalu kompetencat kur ki punë me fëmijë. Edhe nuk është normal në shkollë fillore, një qik mos me shku vetë në toalet. Edhe shumë kisha pas dëshirë që keme qenë edhe pjesë e edukimit të fëmijëve kështu prej të vegjël që as ku i shija, as personi që shet market që ti e sheh çdo ditë nuk është shoku yt. Duhet me urujt, ndoshta tingëllon shumë keq kështu njeri me menu çdo ditë ku çka po ndodh, po duhet realisht se që ata njerëz janë i tishe kudo dhe duke njerëz normal, në pamje duke njerëz normal, ti nuk i dallon. E shumë kisha pas dëshirë që fëmijët me u mësu pak ma shumë për këtë çështje se është pjesë e jetës edhe shmangja nuk është zgjidhja. Duhet me i mësu. Po, unë pajtona me ty plotësisht. Ne e kemi pas ndërmarrë në vitin 2019 një iniciativë përmes një projekti që e kemi titulluar Ma thuaj me kohë, dhe kemi shku nëpër shkolla fillore dhe shkolla të mesme dhe kemi diskutuar për çështjen e dhunës seksuale. Edhe unë e kujtoj aso kohë në çdo shkollë të Kosovës, shkollë fillore, s'paku një vajzë është ngrit në secilën klasë dhe ka thonë që ne ngacmohemi çdo ditë derisa shkojmë në shkollë. Dhe ka qenë shumë interesant me vrejt atë gjë. Ti e përmendë, ne jemi persona që jemi rritë në Kosovë, e dim që ajo ka qenë fenomen që ne e kemi konceptuar si diçka normale, që ti derisa ecë në rrugë për me shku deri te shkolla, njerëzit me frishklu mrapa teje, me fol fjalë gjithfare e të lëshojnë komente të ndryshme, por sigurisht që ajo nuk është në rregull dhe sot ajo sanksionohet me kodin penal. Prandaj edhe unë pajtohem që është shumë e rëndësishme që ne ta ngrisim si çështje në shkolla dhe t'i edukojmë fëmijët se ku janë kufijt dhe po ashtu t'i mësojmë ata me të drejtat që ata i kanë dhe cilat janë gjërat që ata nuk duhet i tolerojnë. Frika ime është që edhe personat e rritur të cilat kanë qasje dhe kanë për detyrë edukimin e fëmijëve tanë, nuk kanë parimet e duhura që duhet i kishin ose nuk i zbatojnë disa dispozita ligjore ashtu siç duhet ti zbatojnë. Ne shohim skandale nga më të ndryshme nëpër shkolla që ndodhin, dhe pastaj shohim staf të shkollave që quhet dhe mbështet veprimet e një kolegu të tyre e që është totalisht në kundërshtim me atë që thot ligji dhe kodi penal. Po ashtu prej përvojës kur ishim nëpër shkolla, kam pas rast kur vet stafi i shkollës, mësimdhënësi, është ngrit në ligjëratë dhe ka thënë po, se unë po ju them vajzave mos u veshni kështu kur vini në shkollë se mandej djemt ju ngacmojnë, dhe kjo për mua ka qenë e qartë që edhe stafi i shkollës, mësimdhënësit nuk janë të edukuar mjaftueshëm në këtë aspektin e ngacmimeve, pëlqimit dhe elementeve të ndryshme që janë pjesë përbërëse pastaj e dhunës seksuale. Prandaj mendoj që duhet të bëhet një punë shumë më radikale, fillimisht në trajtimin dhe trajnimin e mësimdhënësve dhe pastaj kur ata të fitojnë norma që janë konform legjislacionit dhe standardeve botërore, pastaj ti transmetojnë ato tek nxënësit sepse ne të gjithë i transmetojmë në vlerat tona morale dhe normat tona në të cilat ne besojmë gjatë punës që e ushtrojmë. Prandaj në një shoqëri e cila
ka problem me e kuptu që pëlqimi nuk nënkuptohet ose që veshja e caktuar nuk është vepër penale, por dhunimi është, do të kemi problem besoj në vazhdimsi. Prandaj duhet punë e të gjithëve në këtë drejtim. Unë mendoj që edhe shtetet ma zhvillume në botë veprojnë bazë frikës, e kur po thon frikën e kam fjalën për ligje. Më kanë pëlqyer shumë këto vendimet e fundit që janë marrë me burgim përjashtëm edhe po shpresoj që kanë me vazhdu të njëjta dënime edhe kur është fjala për dhunime, se është një akt shumë i rënd. Edhe përveç se është shumë e vështirë fizikisht, është edhe psiqikisht, edhe këto viktima kanë nevojë edhe për mbështetje për shëndetin mendor. A i ofroni ju psikolog këtyne viktimave apo i ofroni ndihmë social? Instituti i Mjekësisë Ligjore nuk ka psikolog i cili ofron mbështetje për viktimat e dhunës seksuale. Fatkeqësisht në nivel shtetëror nuk i kemi ende një institucion i cili do të ofronte ndihmë psikologjike për viktimat dhe familjet e tyre. Sepse përveç viktimave, në momentin që familjet ballafaqohen me një rast të tillë, edhe për ata është një traumë me cilat do duhet të trajtohet. Ne e kemi ngritë zërin disa herë. Personalisht kam bërë kërkesë përmes drejtorit të institutit në Ministrinë e Shëndetësisë që të ndahen fonde dhe të krijohen shërbime spaku në secilën qendër të Kosovës në qytetet më të mëdha të krijohet spaku një institucion që do të ishte pikë referente për mbështetje psikologjike, por ne akoma nuk e kemi një të tillë. Dhe mua më vjen keq sepse ne kemi punë me viktima të ndryshme, shumë prej tyre janë të jashtëzakonisht të ngarkuara emocionalisht dhe kanë ide nga më të ndryshme deri te ide të vetvrasjes. Është shumë e vështirë për një mjek ta trajtojë një rast të dhunës seksuale, viktima të qajë vazhdimisht të thotë që nëse ndodh kjo se unë do të vras veten dhe ne të mos kemi një adresë ku ta referojmë atë person. Prandaj konsideroj që nëse ka një prioritet mbi prioritetet për shtetin ton, është që sa më parë të krijohen shërbime të specializuara mbështetëse për viktimat e dhunës seksuale. Është një emision në Shqipëri që unë gjithmonë që filloj me këtyre epizoda ose më kur me mbrimi pa deri në fund sa janë shumë rënd, ndodhin shumë raste të shpeshta të dhunimit vajzave nga baballaret e tyre. Unë raste domethënë të shumta kam dëgjuar në Shqipëri, po në Kosovë jo, a ka raste të tilla edhe tena? Po, fatkeqësisht ka shumë raste të tilla. Vetëm vitin e kaluar dhe këtë vit ka pas disa raste që kanë qenë dhunime nga babai ose dhunime nga xhaxhai në marrëdhëniet familjare. Kjo është një lloj tabuje që në Kosovë nuk diskutohet shumë, por gjithnjë ka pas raste, çdo vit ka raste kur kemi vajza të dhunuara nga babai i tyre. Përmendni disa herë prokurorinë që ju vjen urdhri direkt prej prokurorisë, po me cilat institucione shtetërore tjera keni ju punë direkt? Ne në mënyrë të drejtë për drejtë kemi bashkëpunim me policinë dhe me prokurorinë, domethënë ata janë aktorë të parë me të cilët ne kontaktojmë, qoftë ata ne ose ne ata. Po ashtu kontaktojmë, kemi bashkëpunim edhe me gjykatat. Kohëve të fundit kemi zhvilluar një bashkëpunim edhe me organizatat jo qeveritare të cilat i mbështesin viktimat e dhunës seksuale, qoftë ato gjatë luftës së fundit, qoftë edhe organizata tjera që merren me të drejtat e grave dhe me aktivitetet ndryshme që kanë për bazë dhunën me bazë gjenore, dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë, domethënë në përgjithësi të gjitha institucionet të cilat kanë të bëjnë me viktimat e dhunës seksuale i kemi bashkëpunëtor, por ka shumë pak të tjera. Domethënë problemi është që ne diskutojmë edhe me organizatat e huaja, me UNICEF, me KOMS, me plot organizata, por që nuk kemi shumë institucione përveç policisë dhe prokurorisë e gjykatave me të cilat mund të diskutojmë në nivel pak më konkret lidhur me këto raste. Ne mundohemi me mirëmbajtje edhe një lloj bashkëpunimi shumë korrekt me Agjencioni Kosovar për Forenzik, për faktin se mostrat të cilat ne i marrim
dërgohen atje dhe analizohen dhe munduhemi gjithmonë me qenë në bashkëpunim dhe me marrë një lloj feedbacku, a ka diçka që çalon në mes, domethënë në këtë zinxhir, por është besoj është shumë vështirë e mundur që të korrigjohen disa gabime kur një viktim duhet të shkojë në disa institucione prej njerëz të tjetra, të tjetra, të tjetra, sepse fillimisht jo është e lodhshme, është një riviktimizim i viktimave. Marr parasysh që këto viktima janë shumë të vogla, kur detyrohen që të shkojnë të takojnë plot njerëz me fytyra të ndryshme dhe të shkojnë prej një institucioni tjetër në tjetrin, është shumë e lodhshme. Procedura penale zgjat, merr kohë dhe si institut konsiderojmë që është mas e rëndësishme që të bëhet një qendër referinte për raste të dhunës seksuale dhe të gjitha shërbimet të jepen aty. Do të thotë jo viktima të shkojë te njëri te tjetri, por viktima të vinë në qendër dhe atëherë të gjithë aktarët që duhet të jenë prezent, të jenë aty, të vinë aty dhe po ashtu të sigurohet një lloj i ofrimit të shërbimeve të qëndrueshme për këto viktima, sepse në momentin që procedura penale përfundon, ashtu siç e kemi tash procedurën, ato mbeten në mëshirën e tyre dhe kjo është shumë barë e rëndë që ato ta bartin vetë. A ka mjaftueshëm mjek e Instituti i Mjekësisë Ligjore për zbardhjen e rasteve? A ndodh ndonjëherë që ju me i thon viktimave shkoni diku jashtë se na nuk mujna me zgjidh? Jo, nuk ka asnjë egzaminim, asnjë provë që ne nuk mund ta marrim. Domethënë, Instituti i Mjekësisë Ligjore ka kapacitete edhe njerëzore të mjaftueshme për ta mbuluar këtë shërbim, por kemi edhe pajisjet e nevojshme të gjitha i kemi ato që janë të nevojshme për t'i siguruar provat për rastet e dhunimeve. Ne nuk kemi laborator të ADN-s, por siç e thash, e mbulon këtë shërbim e mbulon OKF-ja, dhe nuk ka ndonjë rast ku ne duhet ta referojmë rastin e dhunës seksuale dikun tjetër. Sigurisht që me rastet e autopsisë ajo pastaj është tjetër gjë, por për rastet të dhunimeve ne kemi të gjitha kapacitetet e nevojshme për të mbledh provat që janë të mundura të mbledhen. Krejt është problemi, domethënë, sa do të ruhet ai zinxhiri para se viktima të vihet në institut tek ne. Dihet që na jena një vend shumë i vogël edhe në çfarëdo procedura, në çfarëdo fenomeni e lypim të njofshëm. E këto janë raste shumë shumë të ndihshme edhe quhen në pas pasojë shumë të mëdha, kështu që dihet që intervenimet prej jashtëm me qenë shumë të mëdha. Sa e keni të vështirë me rujt pa anshmërinë gjatë ekzaminimeve ose kur e japni vendimet tuaja? Ne do duhej të ishim në gjendje ta garantojmë plotësisht panshmërinë dhe pavarësinë profesionale. Unë mundem me thonë me besim të plotë që ne nuk kemi pas asnjëherë ndonjë ankesë zyrtare lidhur me anshmërinë e dikujt prej nesh. Personalisht, mund të them që domethënë nuk do t'ja falja vetes çfarë do ndërhyrje, sepse ne kemi të bëjmë me raste shumë të ndihshme dhe ato në fakt ne jemi zëri i vetëm i tyre në procedurën penale. Askush më mirë, as vetë viktima nuk mund ta mbrojë ose t'i dalë zot vetes më mirë se sa mjeku ligjor i cili shkon në gjykatë dhe dëshmon në mënyrë profesionale për atë çfarë ka ndodhur dhe për provat dhe çfarë ato prova tregojnë në procedurë. Sigurisht që me qenë se ne me vendimet tona, me raportet tona, me atë çfarë i shkruajmë në raportet e ekzaminimit, ndodh që n'bazë të asaj dikush të dënohet të shkojë në burg dhe jemi një profesion shumë i targetuar për të tentuar me ndërhyj, sepse çdo kush që don me shpëtu veten prej burgut do të tenton me gjetë i njohin të gjithë familjarët tanë, tentojnë me i gjetë ku janë e kus janë me tentu me ndërhy, por nuk besoj që ndonjëri prej nesh do t'ja lejonte vetes një gjë të tillë. A keni pas kërcënime direkte për shëndetin e juaj ose për familjarët e juaj prej ndonjë palës? Kemi pas kërcënime, po nuk është që domethënë e kemi trajtuar në mënyrë
ligjore dhe pastaj ata shkojnë e përcjellin fjalë. Domethënë bartet fjala nga njëri te tjetri që mos me provu sepse pastaj përfundon edhe më keq se sa që. Do të thonë s'ka ardhur puna e më shumë e paraqitur në polici për kërcënime. Jo, S'ka ardhur. nuk ka ardhur, nuk kam pas një rast në njërin prej gjykatave kur aty për aty pala ka ardhur dhe ka tentuar me më kërcënu, por pastaj më kthy e kam raportuar te gjyqtari ka marrë masa sipas ligjit dhe është qetësu situata, po ne jemi persona që jemi të ekspozuar, domethënë nuk është vështirë me na gjetë që nuk është që e konsiderojmë veten ndonjë person me rëndësi të veçantë, nuk kërkojmë ndonjë mbrojtje ose nuk kemi ndonjë masë që neve na mbron nga ekspozimi i jashtëm, jemi persona që jetojmë këtu, kemi studiu këtu, na njohin të gjithë. Do të na gjejnë edhe prindrit edhe burrat edhe vëllezërit e motrat e gjithë. Prandaj shumë lehtë mund të gjindemi ku jemi, por mendoj që është ajo frika që ne i dim shumë mirë hapat ligjor që mund t'i ndërmarrim dhe pastaj nuk tentojmë më tutje. E kom pa një status në Facebook të ti që njerëzit pyshin shpesh, a ki frikë prej kufomave, edhe që ti ke thonë jo kom frikë prej gjallëve. Pse jo në gjallët më të frikshëm? Sepse gjallët bëjnë dëm. Viktimat, personat e vdekur e kanë përfundu gjithë veprimtarinë e tyre. Ne kemi ndonjëherë edhe persona që kanë qenë me precedent penale që pastaj janë të vdekur, por në fund fare kur jemi të vdekur të gjithë jemi të parrezikshëm. Ndërsa personat e gjallë për rreth dinë ndonjëherë me dashakeqësinë e tyre, me lëndu të tjerë dhe me bë vepra të këqija. Në fund fare, nëse asgjë tjetër sot nuk kemi si armë, kemi një gjuhë shumë të ashpër dhe gjuhë do të thoja shumë pa konsiderat për njëri tjetrin dhe shumë shpesh studentëve ju them kur ju shpjegoj varjet, e kam një slajd në fund aty që është një fëmijë me dorën rreth qafe dhe i them ma shumë se çdo litar tjetër, çdo ditë njerëzit ngulfaten me fjalët fjalë që i themi njëri tjetrit. Kështu që unë mendoj që ne gjallët jemi duke luftu për me e gjetë një lloj ambientit ton të komfortit, por në fakt po ballafaqohemi me një stuhi rreth rrotull vazhdimisht. Me të cakon disa herë që është punë shumë e ndihshme edhe kemi të bëjmë me viktima që do të thonë në raste jo letë përballueshme. Qysh ndikon ty në jetën tënde personale një punë e tillë? Ajo që e shoh te njerëzit që ma bëjnë këtë pyetje është që njerëzit mendojnë që një punë e tillë të ngarkon edhe të bën shumë ndoshta të ngarkuar depresiv. Në fakt ajo që më ndikon çdo ditë është që unë duke bërë punën që bëj e çmoj çdo minutë të jetës time. Edhe them që nuk ja lejoj askujt as një minutë me më shku dëm. Mundohem që vazhdimisht kohën çdo moment me e kalu me njerëzit që unë i du, me njerëzit që i vlerësoj, me njerëzit që m'bojnë mirë, edhe me ata që m'bojnë me u ndi rahat dhe nuk e humb as edhe një moment të vetëm në njerëzit që janë toksik, që dëshirojnë me të ngarku me negativitetin e tyre. Mundohem e kam kuptu shumë mirë me punën që bëj që është vetëm një moment kur mund të ndryshoj krejt jeta. Tash je mirë dhe për një moment një humbje mundet me ta ndryshu jetën komplet, prandaj nuk ja vlen me humb jetën kot, duhet të mundohemi çdo moment ta bëjmë të vlefshëm edhe kuptim plot, edhe në fund fare të jemi një kujtim i bukur për dikën nesër. Doktoresh, na edhe në fund bisedës son edhe kisha dashur me di çfarë mesazhi keni ju për krejt viktimat që hezitojnë me raportu rastet qoftë dënimit fizik, psiqik që ka dëshë ka përjetu. Unë do të thoja që secili person e meriton të jetoj jetën i lirë, të jetoj ashtu siç dëshiron dhe të jetë i lumtur. Prandaj secili person që ndihet i kërcënuar, i dhunuar, që ndihet që po ja rrezikon
lirinë e shprehjes mendimit apo të veprimit, ta raportoj atë në organet e drejtësisë. Askush nuk e meriton të jetoj nën presion, sidomos në shtëpi, se kemi shumë raste të dhunës në familje. Po ashtu, asnjë viktimë e dhunës seksuale nuk duhet të ndihet asnjëherë e turpruar. Turpin e mban vetëm dhunuesi, ato janë viktima, çdo kush nga ne mund të jetë subjekt i dhunës seksuale, prandaj nuk duhet të turpruhen pse kanë qenë në diskotekë, pse kanë qenë të veshura me një minifund, apo pse kanë shkuar në një rrugë që nuk ka pas ndriçim. Nuk është faji i tyre asnjëherë, faji është i dhunuesit dhe i tillët mbetet gjithmonë. Ne në asnjë moment nuk i paragjykojmë viktimat, e mirë kuptojmë plotësisht edhe hezitimin e tyre për të raportuar, por lutja ime do të ishte që të na ndihmojnë edhe neve, edhe vetës, edhe drejtësisë, në rast se janë viktima të dhunës seksuale, ta raportojnë rastin sa më parë në polici dhe më pas ne përpiqesim për të marrë prova dhe ai rast të përfundojë me një aktgjykim dënues. Doktoresh, shumë faleminderit që pranove ftesën me qenë sot me neve. Shpresoj që të shihemi prap. Ka shumë tema për me folë sa e përket mjekësisë ligjore, edhe shpresoj që kemi pas rastin me u pa prap. Shumë faleminderit juve për mundësinë për me ju drejtu gjithë atyre që mund të kenë nevojë për ndonjë informacion nga lëmia e mjekësisë ligjore. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne në këtë epizod të radhës të Glowcast. Epizodin e plot mund ta ndiqni çdo të njëjtën në kanalin Glowcast KS në YouTube. Deri në epizodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja.